Shkolla e mesme ekonomike Kadri Kusari në Xhakov ka mbajtur sot ceremoninë e diplomimit për 124 nxënës të cilët përfunduan vitin shkollor 2025-2026. Në një atmosferë festive të shoqëruar nga profesor, prindër dhe mysafirë të tjerë, maturantët shënuan fundin e një kapitulli të rëndësishëm të jetës së tyre shkollore. Drejtoresha e shkollës Merita Bokshi tregoi rreth përkushtimit dhe angazhimit të këtij brezi. Sot është një ditë e veçantë për shkollën tonë. Sot maturantët e gjeneratës 2025-2026 e patën ceremoninë e diplomimit. Nxënësit përveç që kanë qenë të mirë në mësime, kanë qenë edhe të mirë në kryerjen e praktikës profesionale, kanë treguar aftësitë e tyre profesionale dhe seriozitetin e tyre në punë. Në ceremoninë e diplomimit mori pjesë edhe drejtori i drejtorisë komunale të arsimit në Xhakov, Hysen Brahimaj. Urimit gjithë maturantëve, punë shëndet në të ardhmen, kanë përfunduar 3 vite shkollim, nuk ka përfunduar gjithçka, ka filluar një epokë e re e tyre, deri me tani kanë qenë bashkë 3 vite. Tash të ndahen në drejtime të caktuara në fakultet. Uroj sukses të gjithëve. Uroj që të gjithë të sjellin suksese në vazhdimsi në komunën e Xhakovës përsërisht. Kurse prindërit i falenderoj për mundin dhe sakrificën që kanë bërë gjatë këtyre viteve për fëmijët e tyre. Në fund të ceremonisë, maturantët hodhën kapelat në ajër duke simbolizuar përmbylljen e një etape të rëndësishme dhe nisjen e sfidave të reja drejt studimeve dhe jetës profesionale.